Kemi një hënë të plotë sot më datën 11 qershor në shenjën e akrepit dhe që nuk është shumë pozitive, sepse do të japë një energji mos balance. Këshilloj të pini shumë lëngje sot, shmangni frikën që mund të lindi, mund të takojni njerëz nga e kaluara, mund të sjelli probleme me gjumin. Pra hëna nuk është e mirë në shenjën e akrepit, sepse akrepi është një shenjë se thua që përfaqëson panjohurën. Është energjia që ri poshtë në ujë në vende të errta. Kjo hënë plot do të jetë në yjesin gjeshtaj, simbolizon se tu është mbretin e parajsës, i cili ka frikë se mos të humbi postin e tij. Pra do të thotë njerëz që kanë poste të larta, detyra kryesore, autoritet mund të japin ndjesinë e humbjes së kësaj fuqie autoriteti. Nëse lindin këto emocionet apo ndjesitë jo të mira, këshilla ime që do të jeri këto emocione dhe këto mendime se thua le të kalojnë, si që ti bësh nuk i fshi dot, por mund të bësh në këtë mënyrë që ti mos të prek. Pozitive në këtë energji të sotme është që kur ti nëse ti tregohesh i fortë, pra nuk ndikohesh nga këto negative, nga këto mendime negative që ke brenda teje, atëherë është thua që nuk ndikohesh nga kjo mos balancë emocionale, sepse poshtë oqeanit në thellësi gjenden edhe perla. Studentat Lotusocean do t'i rekomandoj që të qëndrojnë të qëndërzuar me posturën e qëndërzimit, të flasin nga qendra e gojës mantrën unë dua të ruaj qetësinë time në vazhdimsi për uljen ndaj natyrës dhe hyjnisë.